Horoskopi ditor e shtunë 14 shkurt 2026. Dashi, nëse kohët e fundit keni pasur probleme të forta me partnerin tuaj, sot me shumë gjasa do të arrini të flisni hapur me të dhe do të zgjidhni problemet tuaja një nga një. Beqarët do të bëjnë edhe sakrifica vetëm që ta ndryshojnë sa më parë statusin e tyre. Gjithçka do të ecë për mrekulli. Buxheti nuk ka për të qenë në gjendjen që ju keni menduar, kështu që shtyhini edhe për pak ditë investimet që keni menduar. Demi, do të dini si të silleni në çdo moment gjatë kësaj dite dhe do ta mbani shumë pranë ato që keni në krah. Në disa momente marrëdhënia mes jush do të jetë flakëruese. Beqarët nga ana tjetër nuk do të kenë asgjë më shumë se sa disa flirte kalimtare. Për dashuritë e mëdha do të duhet të presin edhe disa kohë. Në planin financiar nuk do të tregoheni as pak të kujdesshëm, kështu që gjendja ka rrezik të ketë probleme. Binjakët, mundohuni të jeni sa më realist gjatë kësaj dite dhe ju të dashuruarit mos u lavdëroni shumë me atë që keni në krah. Nëse nuk i ndiqni këto këshilla, ka rrezik edhe të zhgënjeheni. Beqarët do të kenë një ditë të mërzitshme. Jo vetëm që nuk do e gjejnë dot dashurinë, por edhe me miqt nuk do të kenë një marrëdhënie të kënaqshme. Në planin financiar, çdo shpenzim kryeni me maturi dhe larg pamësi. Gaforia, mund të keni edhe debate të vogla në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, por kjo nuk do të thotë të dëshpëroheni dhe të alarmoheni. Me durim dhe qetësi, gjithçka mund të zgjidhet. Beqarëve do t'ju pëlqejë tejmase dikush, por nuk do të dinë se si t'i shprehin ndjenjat. Miqt do t'i ndihmojnë goxha. Buxheti nuk do të jetë i keq, por duke shpenzuar kuturu shumë shpejt gjendja juaj ka për të patur probleme. Luani, do të keni mosmarrëveshje të forta me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do të pranoni për asnjë moment të ulni hundën. As miqtë e ngushtë nuk do t'ju bindin të ndryshoni sjellje. Beqarët do të përjetojnë ndjenja të forta për një person dhe do të ndihen më gati se kur për të hedhur hapa. Gjendja e financave ka për të pasur përmirësime të konsiderueshme. Mendoni për të bërë edhe ndonjë investim. Virgjëresha, mundohuni të tregoheni sa më të matur me çdo fjalë dhe me çdo gjest sot në jetën tuaj në çift, sepse në këtë mënyrë marrëdhënia me partnerin ka për të pasur përmirësime të jashtëzakonshme. Beqarët duhet të presin ende përpara se të hedhin hapa, sepse sot nuk është dita e duhur. Sektori i financave do të privilegjohet nga yjet dhe do të ndiheni shumë më të qetë kur të shpenzoni. Peshorja, për të dashuruarit kjo e sotmja ka për të qenë një ditë mjaft e qetë dhe pa problemin më të vogël. Në çdo moment do të përjetoni kënaqësi pafund. Beqarët do të kenë plot takime, por asnjë nuk do ta kaloj kufirin e një aventure kalimtare. Në planin financiar, yjet do të sjellin fat me shumicë. Kjo gjë do t'ju ndihmojë të bëni edhe investimet e menduara, por edhe të hiqni disa para minjan për të nesërmen. Akrepi, sot do të jeni pozitiv ju të dashuruarit dhe do të ndiheni gati të bëni çdo gjë që marrëdhënia me partnerin të ecë në rrugën e duhur. Toleranca dhe durimi do të jenë pikat tuaja më të forta. Beqarët do të kenë një ditë normale me takime, por pa ndonjë rast për t'u veçuar. Buxheti, nëse dini ta menaxhoni me përkujdesje dhe maturi, gjendja ka për të mbetur e mirë. Shigjetari, sot do të ndodhë diçka e veçantë për ju të dashuruarit dhe do të përjetoni shpesh emocione të veçanta. Partneri do të tregohet më i përkujdesur se kur dhe do t'ju mahnit. Beqarët gjithashtu do të kenë një takim fantastik dhe nuk do të mendohen dy herë për të hedhur hapa. Shpenzimet kufizoheni në maksimum nëse nuk doni të keni tronditje të forta shumë shpejt. Bricjapi, edhe kur t'ju dalin probleme në jetën tuaj në çift, sot do të dini si t'i menaxhoni. Vërtet, mund të thoni fjalë të pamenduara, por shpejt do t'i kuptoni gabimet dhe do të dini si të kërkoni falje. Beqarët do të vazhdojnë të ëndërrojnë në jetën sentimentale pasi për ta ende nuk ka ardhur koha për ndryshime. Në planin financiar, nëse nuk tregoheni të arsyeshëm, keni për të pasur tronditje. Ujori, për shkak të ambientit ujor, jeta juaj në çift nuk do të jetë ashtu si ju kishit dëshiruar. Qetësia që mbizotron të më parë do të prishet dhe zënkat do të jenë të shpeshta. Beqarët do të jenë më
më me fat në dashuri dhe gjërat do t'ju ecin ashtu siç kanë dashur gjithmonë. Buxheti do të mbetet delikat. Ndihmën e të afërmve duhet të mos e neglizhoni për asnjë mënyrë. Peshqit. Për të dashuruarit, kjo do të jetë një ditë e mbushur me surpriza dhe emocione të njëpasnjëshme. Asgjë nuk do të shkojë keq për ta, përkundrazi do sqarohen edhe disa hatërmbetje të vjetra. Beqarët nuk do të kënaqen me takimet që do të realizojnë dhe nuk do të jenë ende gati të hedhin hapa. Buxhetin do të dini mirë se si ta menaxhoni në çdo moment dhe nuk do të keni asnjë lloj tronditje në këtë plan.